Afrem, gjithmonë në kohën kur ki fillu karrierën e muzikës, tekstet kam pas shumë vlerë. Po sot ti vetë, a krijon limonada për publikun? Unë e kam dashur tani për parësi, apo fat ma mirë me thonë, sepse në kohën korona kom fillu dhe kur jam kriju, ka pas definitivisht tekste me përmbajtje. Dhe më thonë, ka qenë ndjeri Hivzi Krasniqi, që kalon në botën tonë, dhe më thonë, ka tekste ku mu më kanë binde dhe publika që mu më dojnë. Dhe më thonë, kërë kemi bo një kongë mas 30 e so viteve, kongë të cilën ndoshta unë e kom harru, për Dafina Zesilit i lanë mene dhe e bërëm bashkë, dhe më thonë, aty e kom pas që publiku din me vlerësu. Dhe më thonë, një kongë e këndu me para 30 e so viteve, teksti, porosia tekstit, përmbajtja tekstit, e ka bo që ajo kongë të mbjetoj. Dhe më thonë, dikon mos të prej, po ndoshta mbi 80% të kongëve të mija, jënë aktuale që 40 vjetë, ku njerëzit i këndojnë, ajo është pasunia me modhe për një artist. Sepse limonada i bëj edhe unë, tash mos dalë të më thonë nësë i bëj gjitha, po... Po si vjen ai momenti që ti bindësh, okej, hajde ta provojmë? Është e momentit, Elida, është e momentit... A të bind producenti, apo ndoshta edhe ti ndonjëherë je kërkues që me kriju kësi kongë që ecin shumë shpejt? Edhe bojmë famë shumë shpejt, po edhe largon shumë shpejt? Unë i thëmë kongë sezonale. Do më thonë, janë kongë sezonale për arsye se është ka njerë edhe imponimi që e bojnë, do më thonë, edhe producentat, po dhe ne ka njerë duhet me, sepse ne në këtë profesion, që është biznes në fund funit, ka njerë dhe nuhasim qka shkon. Mirë po, e edhe jemi të vetëdijshëm që ajo kongë është kongë sezonale që zgjatë 3-6 muaj një vjet, edhe harrohet. Mirë po duhet jemi të lumtur që për shembull me 30-40 vjet që ndron një kongë, ajo është i mund të edhe këto limonadat e vogla, do më thonë, nuk bojnë barabar, nuk bojnë një farë balancë. Afrem, cila është konga jote e jetës që donë ti publiku gjithmonë me të njoftë? O, ka shumë, e pëtut në që në njonë me bo me përmen me dhënot ajo konga tjetër. Po ka shumë, do më thonë, unë në momenti kër e kom bo, do më thonë, Dadushin, më me thonë që ka qenë një vullës, po thamë, po njona për vullave, njona për kongve të cilat më identifikojnë mua. Po ka dorë zote që më nërë se këna non Dadushin më gëzu shumë, se ja këna pru më nërë Fatushin. Kështë që jemi shku, do më thonë, vazhdimisht gjdo vjetë të pru dishka të re, që do më thonë që të gjitha kanë qenë të kapshme për publikun, është një e mirë për këtyne që ndoshta një kongë që është bo për shamë në vitin 2000, ka dhe 2005. Ajo është e mirë, do më thonë, sëndë që vinë kadal janë shumë mira, sepse një kru që pikë